Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama mbron ndërtuesi duke thënë se ata transformuan vendin, të huajt gjithnjë më të interesuar për të bler apartamente në Shqipëri. Kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë shqyrtojnë kriteret e reja për masat e sigurimit, arresti në burg, jo për personat që nuk përbëjnë rrezik për shoqërinë. Bordi i transparencës ul çmimin e naftës këtë herë me 10 lek, ndryshon edhe benzina, nga kjo ente do të tregtohet me 173 lek për litër. Autostrada Tiranë-Durrës do t'jetë gati për sezonin veror. Ministri i Infrastrukturës thotë se rruga do të hapet plotësisht në maj dhe do t'u lehtësojë trafikun. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama mbrojti sektorin e ndërtimit duke hedhur poshtë pretendimet për pastrim parash. Investitorët sipas shefit të qeverisë janë përballur shpesh padrejtësisht. Rama tha se të huajt po tregojnë gjithnjë më shumë interes për blerjen e apartamenteve në vendin tonë. Akuzat se sektori ndërtimi shërben për pastrimin e parave të krimit për kryeministrin janë të papranueshme. Gjatë një takimi me investitorët, kreu i qeverisë u doli në mbështetje, teksa theksoi se ky sektor ka shërbyer në transformimin e vendit. Që këtë transformim të Shqipërisë që sektori i ndërtimit e bën të dukshëm, të prekshëm, menjëherë sapo dikush vjen në Shqipëri, ta fusim në kornizën e krimit, është diçka e neveritshme dhe papranueshme. Në fjalën e tij, Rama kritikoi zëra skeptik ndaj zhvillimeve ekonomike, duke dhënë dhe shifra të përfitimeve që kanë ardhur pikërisht nga ndërtimi. Nuk janë skena krimi këto. Këto janë prova të një transformimi të madh. Si u rrit prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë ishte 9-10 miliard euro, kur ne morëm detyrën, sot është 27 miliard. Kryeministri ironizoi dhe akuzat e opozitës për korrupsionin. Ata që flasin për korrupsionin që na qenë garritur, duhet në fakt të dëgjojnë juve. Se nuk mundet dot të rritet korrupsioni kur t'i paguan 14 milion euro taks. Gjatë bisedës me sipërmarrësit e ndërtimit, kryeministri tha se edhe të huajt kanë treguar interes për të blerë apartamente në Shqipëri. Edhe në sallën e parlamentit, Partia Demokratike përsëriti të njëjtat akuza se parat e krimit janë pastruar në ndërtim, por Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se prej 2 vjetësh Shqipëria ka dalë nga lista gri e pastrimit të parave. Një tjetër element i rëndësishëm. Opozita riplikoi në distancë me kryeministrin Edi Rama duke përsëritur akuza se në sektorin e ndërtimit po pastrohen para. Partia Demokratike shfryzoi diskutimet për ndryshimet në ligjin kundër pastrimit parave për të deklaruar se bandat kriminale po pastrojnë parat në kullat që po ndërtohen në Tiranë e në zonat bregdetare. Po kush i blen nga 3, 4, 5.000 euro metri katror në për kulla? Kush e bën këtë? Çiftet e reja nuk kanë mundësi. Pas kushdo edhe një që ka para thot për një sekondë, se nuk është shaka. 3, 4, 5.000 euro metri katror. Ti investoj për një apartament 100 metra katror, të harxoj gjysmë milioni euro. Këtu nuk është më histori kullash që bëjnë me paret e emigrantëve në remitancë. Jo. Këtu është histori riciklimi parash kartelësh dhe kjo është lojë shumë e rëndë. Sepse në pas kësaj ju do shihni se ata që investojnë parat nga Amerika e Jugut dhe kërkojnë t'i pastrojnë këtu nuk të falin. Dhe kjo është bësh pakt me djallin në dëm shqiptarëve. Por Ministri i Financave hodhi poshtë akuzat e deklaroi se çmimet e apartamenteve në Tiranë nuk janë më të larta krahasuar me vendet e rajonit. Merret dhe referoju shifrave të Bankës Shqipërisë dhe do të shohë që 60% e vlerës sa apartamenteve të shitura është e financuar me kredi bankare. 17% e apartamenteve të shitura janë të blera nga individ të huaj, pra jo me rezidencë shqiptare, të cilët kanë investuar në Shqipëri.
Kështu që janë të gjitha këto shifra që hedhin poshtë të gjitha narrativën që këtu po ndodh qameti, po hyn lek të pista, që sektori i ndërtimit po financohet me para të pistët, që është absolutisht e pavërtet. Tani po i kthem. Ndërkaq në emër të qeverisë, ministri i Financave vuri ndukje se prej 2 vitesh Shqipëria ka dalë nga lista gri e ka marrë vlerësime për luftën kundër pastrimit parave. Kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë mblodhën këtë të njëjtë për të shqyrtuar një vendim të vitit 2011 për masat e sigurimit personal, duke ju referuar edhe rastit të një qytetari nga Lezhë. Gjyqtarët vunë në dukje se nuk mund të lihen në arrest në burg persona që nuk përbëjnë rrezik për shoqërinë, që nuk janë përsëritës apo që nuk synojnë të arratisen. Masa arrest në burg duhet jetë përjashtim, jo rregull. Ky është parimi që vuri në lëvizje kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi për të thirrur në mbledhje kolegjet e bashkuara për vendimin e vitit 2011 që përdoret si praktikë unifikuese në caktimin e masave të sigurisë. Gjykata u vu në lëvizje nga rasti i të paraburgosurit Bektash Zeneli, i arrestuar për lëndë narkotike. Ai u lirua nga apeli duke u lënë në arrest shtëpiak, por prokurori çështjes u ankua në gjykatën e lartë duke kërkuar rikthimin e tij në qeli. Ky rast, sipas kryegjyqtarit Sokol Sadushi, nuk duhet jetë i izoluar, por të ngrihet në nivelin e një praktike të re ligjore, pasi burgjet janë përmbytur nga të paraburgosurit. Relatori i çështjes, gjyqtari Ilir Panda, tregoi si veprohet me praktikën aktuale. Si në rastin kur masa e sigurimit caktohet për herë të parë, ashtu edhe kur shqyrtohet zëvendësimi i masës ekzistuese, gjykata nuk ka detyrimin që të analizojë pse llojet e tjera të masave të sigurimit nuk janë të përshtatshme. Mjafton të argumentojë se masa e caktuar prej saj, në rastin konkret ndaj të gjykuarit, është masa e përshtatshme. Panda thot se do duhet që masat e arrestit të caktohen në përputhje me konventat europiane, ndaj gjykata duhet të arsyetojnë çdo vendim kur ka vend për mas më të lehtë sigurie. Rezulton se disa formulime në pjesën arsyetuese të vendimit unifikues nr. 7/2010 janë të diskutueshme për sa i përket pajtueshmërisë me standardin aktual. Sa më sipër, paraqitet nevoja për diskutim dhe eventualisht ndryshim pjesërisht të praktikës gjyqësore në lidhje me vendimin unifikues nr. 7/2011 për Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Përfaqësuesi i prokurorisë së përgjithshme dhe avokati i Bektash Zenelit thonë se arresti në burg duhet të bazohet jo vetëm te natyra e veprës penale, por te faktet konkrete të individit që e kryen ata. Duhet të kemi parasysh, vendimi gjyqësor është ndaj një personi dhe është produkt i mbledhjes së provës dhe fakteve, jo vetëm juridik i prokurorit e gjykatës, por edhe social e tjerë. Kam frikë se nëse do të jetë kategorike, do të jetë shumë problematike. Duhet vendimi individualizuar, jemi vetëm bazuar te vepra penale, por me personalitetin e personit të dyshuar, familja e kaluara, vendlindje e të tjerë. Një intelektual nuk mund të vendoset një lloj në paraburgim pas një gabimi që mund të jetë njerëzor, si dikush që është përsëritës. Duhen 2 parime të zbatohen. Parimi i prezumimit të pafajësisë dhe që i pandehuri nuk është i detyruar të paraqesë prova për pafajësinë e tij. Pritet që 16 gjyqtarë të dalin me një vendim, data për të cilin nuk është shpallur ende. Gjykata e lartë rrëzoi rekursin e ish numri 2 të qeverisë dhe ish ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Mas ndalimi i daljes së shtetit qëndron ende në fuqi. Belinda Balluku dyshohet nga prokuroria e posaçme se ka kryer 2 herë shkelje të barazisë në tendera, fillimisht në tunelin e Llogaras e më pas nga hetimet u zbuluan dhe abuzime me lotin 4 të Unazës së Madhe. Gjykata e lartë rrëzoi edhe ankimimin e ish-kreu të Kesh Eral Delezi, ndërkohë ish-kreu i ARSH-s Gentian Gjyli që ndodhet në arrest shtëpie dhe i akuzuar vetëm për shkeljet me tenderin e Llogaras nuk e ka ankimuar masën e sigurisë. Në Asamblenë e Partisë Socialiste të Durrësit, kryeministri Edi Rama mohoi zërat për bllokimin e negociatave të Shqipërisë. Ai tha se në funksion të objektivit për anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda 2030-s është edhe fitoria e zgjedhjeve të ardhshme lokale. Dua ta filloj në radhë parë. Pretendimet se 9 shtetet e Unionit kanë vënë veto ndaj Shqipërisë janë mohuar nga kryeministri Edi Rama. Kjo e 9 shteteve pastaj është Barsalet, komplet. Barsalet që 9 shtete kanë vu veton. E para herë veton e Vejnjoni. Për ne quhet veto. Tjetra pastaj është vot, s'është veto. Po që 9 nuk është më veto, është vot. Nga Durrësi gjatë një takimi me simpatizantët e Partisë Socialiste, kreu
i qeverisë u ndal edhe tek zgjedhjet e ardhshme lokale, duke i cilësuar si vendimtare për procesin e integrimit. Sot Shqipëria duhet vrapoj për mos e lënë të mbyllet atë derë që na është hap. Është hap një derë që s'ka qenë kurrë realisht e hapur për ne. Na kanë thonë ata gjithmonë, ne ju duam këtu me ne, do vi një ditë, po punoni. Kështu që ne duhet të bëjmë çmos, që të mos e lëmë derën mbyllet pa hyrë brenda. Dhe që mos ta humbim, duhet të konfirmojmë fuqishëm Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme, që janë më shumë se kurrë zgjedhje politike. Rama bëri me dije se strukturat e Partisë Socialiste tashmë kanë nisur përgatitjet edhe për zgjedhjet e brendshme, të cilat do të finalizohen në qershor. Tani aty po punohet me ritëm. Nafta në Shqipëri pësoi një tjetër ulje, këtë herë me 10 lek, duke shkuar në 210 lek për litër. Bordi vendosi të ndryshojë edhe çmimin e benzinës, që tashmë do të tregtohet me 8 lek më pak. Bordi i Transparencës vendosi këtë të njëjtë të ulë sërish çmimin e naftës në pikat e tregtimit me pakicë. Prej orës 14:30, një litër naftë në pikat e karburanteve nuk do të blihet më shumë se 210 lek. Një ditë më parë, tavani për tregtimin e naftës në vend ishte 220 lek për litër. Duke qenë se çmimi i vendosur nga bordi për naftën është më pak se 220 lek për litër, ulja e akcizës me 20% nuk aplikohet. Ndërkohë, sipas vendimit të bordit, zbritja ka pësuar edhe çmimi i benzinës, i cili nga 181 lek për litër arrin në 173 lek për litër, pra 8 lek më pak. Këto çmime do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ndërsa operatorët e shitjes së naftës paralajmërohen se nëse kapen në shkelje, do t'ju pezullohet aktiviteti. Në tregjet e huaja, nafta e papërpunuar tregtohet në rreth $100 për fuqi dhe çmimi është i luhatshëm në varësi të zhvillimeve në ngushticën e Hormuzit. Autostrada Tiranë-Durrës do të jetë gati për sezonin veror, lajmin e dha këtë të njëjtë ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi, i cili tha se investimi do të lehtësojë ndjeshëm trafikun. Faza e parë e punimeve për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës pritet të përfundojë muajin tjetër. Aktualisht në këtë lot të parë, që është i shtrirë në 6 kilometra, nga Kaza Italia deri tek mbikalimi i Rinasit, po kryhet asfaltimi. Brenda javës së parë të muajit maj, ky segment në të cilën është punuar për zgjerimin e tij, do jetë totalisht i hapur për qytetarët, duke krijuar kështu një shfryrje të trafikut në kuadër edhe të turizmit dhe sezonit turistik që ne fillojmë. Gjatë inspektimit të punimeve, ministri shpjegoi se hapja e qarkullimit për segmentin mori më shumë se 10 orë, kur ishte njoftuar se do të mbylleshin punimet. Patjetër kemi patur operacion të vështirë në gjatë zbatimit të tij, sepse ne jemi përpjekur që mos të pengojmë qarkullimin e lirë të mjeteve. Dëshira jonë ka qenë që ta kishim përfunduar brenda muajit dhjetor të vepër, dhe në fakt deri në pjesë punimet kishin ecur në ritme shumë të mira, por fatkeqësisht ne jemi gjendur në këtë dimër, në një dimër shumë të lagësht. Në kontratë ne vazhdojmë të jemi brenda kushteve të kontratës, pra ne kemi brenda muajit korrik dorëzimin e këtij aksi. 6 kilometrat e parë të autostradës Tiranë-Durrës do të jenë me 3 korsi për qarkullimin e mjeteve, plus 1 korsi për emergjencën. Me përfundimin e kësaj faze, do të nisë puna edhe për zgjerimin e loteve të tjera të autostradës. Ami, përshëndetje. Është ekstraduar këtë të njëjtë nga Italia Alex Ndreka, 49 vjeçari, ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Metamorfoza në korrik të vitit 2023 dhe ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë arrest në burg në mungesë. Ndreka akuzohet për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe sigurim kushtesh dhe mjetësh për të kryer vrasje. Alex Ndreka, i njohur me pseudonimin si Lexi Druve, u arrestua në aeroportin e Milanos në vitin 2024. Ai është një emër i njohur për drejtësinë, pasi rezulton i lidhur me grupe kriminale, ku disa herë ka qenë në shënjestër të atentateve të ndryshme. Ndreka njihet gjithashtu për përplasjet me ish-deputetin socialist Arben Doka. Ish-ligjvënësi kishte dyshime se Alex Ndreka kishte futur Durim Bamin për t'i vrarë vëllan.
Crystal Center ka mbushur 18 vjet. Ky përvjetor është festuar me hapjen e dyqaneve të reja. Nuk kanë munguar ofertat për të gjithë klientët. Një ndër qendrat tregtare më të njohura në vend, Crystal Center, feston këtë vit 18 vjetorin e themelimit, duke sjellë risi dhe surpriza për të gjithë vizitorët. Me këtë rast të veçantë, Crystal Center prezanton hapjen e dyqaneve të reja, duke zgjeruar përvojën e blerjeve për çdo moshë. Ndër risit kryesore është Sinsei, një brand i njohur ndërkombëtar që ofron produkte për të gjithë familjen, nga veshjet për femra dhe meshkuj, deri te koleksionet për fëmijë dhe artikuj për shtëpinë. Ky është bashkëpunimi i parë që kemi me Crystal Center, edhe jemi të bindur që Crystal Center është një gur themelor për zhvillimin në territorin e Tiranës. Është një nga qendrat tregtare që ne operojmë në pozicione strategjike që ne duhet pozicionojmë në territorin shqiptar dhe Crystal Center është një ndër të tilla, pasi është pozicionuar në një zonat më populluara të Tiranës. Sinsei në vetvete është një markë që do jetë shumë atraktive për publikun shqiptar, sidomos për moshat e reja, pasi raporti cilësi-çmim është shumë i mirë. Gjithashtu pjesë e këtij zgjerimi është edhe Konko Kids, një dyqan i dedikuar për veshje dhe produkte cilësore për më të veçlit. Gjatë kësaj periudhe do të prezantohen edhe shumë risi të tjera, oferta speciale dhe aktivitete për familjet. Crystal Center mbetet një destinacion i rëndësishëm për blerje dhe argëtim në kryeqytet, duke u përgjigjur vazhdimisht nevojave të klientëve. Kjo ishte gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.